në mëngjes të rastit kur ka ndodhur, kam dëgjuar krismat e gjomave të dhe dritarëve kur thyen. Azizi ka qenë poshtë fjet, unë kam qenë lart. Me një dhëmë kemi qenë, po pa tjetër, me një dhëmë, aty e kam takuar të parin që ju kum dritu, që ju kum pa, që kum mendu që duhet m'ja dhoni një ndihmë, e kum pa njërin nga të komunitetit bosnjak, i shkoni këmbët i kish pas gjakosur, mu ka dritu me fjalë të rënda fyse, edhe e pash që situata është e rëndë, edhe unë nuk i reagova. Mu në vesh mua se unë e kam njëftu Aziz Kelmendin se gjinden 10 fishek me një orman që ne bënim shërbim të ati koridorit. A kemi ditë edhe unë Azizi që ndodhin atë ormani 10 fishek, po e kemi ditë, me thonë drejtën për veti po flas. Nuk besoj që e kum pas një gatishmëri të tina. Edhe e ka në hatë këtë çështje. Edhe në kohë që nuk e kemi pa gatishmërinë e mlefuesis ti në raport me shtetin Jugoslav. Kemi qenë në mes të Serbisë, edhe ai ka kalkulu këtë situatë, edhe ka shku drejt kësajna. Porën gjatë që kom taku shokët, i kemi thonë, inshallah Azizi nuk e gjenë, nuk e zonë të gjallë. Sepse e kuptum reagimin, e kuptum urrëtitjen, e kuptum krejta e çfarë e kishmi para vetit. Kanë dalë policia ushtarake, më kanë rrëzu, halo e mboj mend një ku e mirë, jo ku me disa, me barishtat më dhaja, më rëzun njëri për tyre ma vendosin një këmbë në qafë, edhe e mboj mend sërbet ati që kalënin, ju thoshin, a keni nevoj për ndymë, ato i thoshin njëja. S'kisha fuqien, mu me nënën, mu ballafaqu në biseda normale. Fjalirën e parë që e mboj mend në këta kuzën, është pushkatimi. Familja ka pësu shumë, i kam bërë shumë, një orë e gjysmë më mbajti një ligjërat shumë të lartë intelektuale që unë nuk e kisha atë kapacitet. Thash, apo më folë, baciukshin se nuk e kopa që citat. Faleminderit prej Zotit që më ka dhonë këtë mundësi me qenë shërbim të lirijës edhe me kap një armë për lirinë e Kosovës. Kam qenë pjesë e shpjegimeve në Kroaci, kur kam qenë në shkollimet ushtarake atje për oficer për nivelet më të larta. Kanë jo detyru pa dësi kishin interesim me e kuptu. Nuk kishin mundësi me e kuptu funksionimin e ushtrisë lirimtare të Kosovës të formës së betejave. Tani unë gjithëherë ku ju tham njerëzve, merr një shembull 18-19 vjeçar na kanë rënë dëshmor. Përbes, nëse si kujtojmë këta njerëz që na kanë rënë dëshmor në çet muesh, me çfarë gjakut njëm, sa kanë hedhur shtat në jetën e vet, është e dhëmshme nëse si kujtojmë që ata. E ardhmja jonë nuk është e ndritur nëse si kujtojmë kretë këta dëshmuar. Të gjithë, po sidomos ata të rinjt. Unë jam Afrim Mehmeti, nga fshati Firaj, komuna e Shtëpsës. Shkollën e fillore dhe të mesme 2 vite i kam kryer por në Firaj, dhe 2 vite të tjera të mesme i kam kryer në Ferizaj. Pas përfundimit të shkollës së mesme, jam regjistruar në fakultetin juridik dhe pas regjistrimit në këto fakultete në atë kohë, erdhi një ftesë për shërbimin ushtarak të ushtrisë jugoslave. Dhe në shërbimin ushtarak jugoslav kam filluar në Leskovës të Ferizajt në shtator të vitit 1996. Pas përfundimit të shërbimit ushtarak, kam qëndruar për shkak një rastit të ashtënjuar më të rasti i Paraqinit, që ka ndodhur në ushtrinë jugoslave, kam qëndruar për 10 vite, që i kam mbajtur në burgun e Nishit, gjithsej kam qenë i dënuar për 13 vite. Pas përfundimit të dënimit, unë jam kthyer dhe kam filluar me studimet aty ku i kam lënë si Irina 18 vjeçar në atë kohë. Dhe krahas studimeve kam marrë pjesë në 2-3 protesta që ishin shumë të mëdha në përkraje dhe të ushtrisë lirimtare të Kosovës, apo edhe situatës që ishte aktuale në atë kohë të dhunës që u kriju ndaj shqiptarëve të Kosovës. Për shkak përpjekjeve të policisë sërbe në atë kohë, u bërguesa, më arrestuan dhe më mbajtën 24 orë në Shtërbës, në stacionin policor të Shtërbës, dhe pas saj kuhe e kuptova që kam vështërsi unë për televizor, ishin 2 gjëra, të ikin nga Kosova, atë jem pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Atëherë në verën e 98-s, kyqem në ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pas kësajna vazhdova në trupat mbrojtëse të Kosovës dhe në forcat të sigurisë Kosovës dhe për 2 vite jam i pensionuar dhe aktualisht e udhëheqi
organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s Dega në Ferizaj. Tani unë me thonë drejtën në atë ku i përket një familjes të varfër në aty ku jetoja dhe qasje tjera në shkollim edhe punësim kanë qenë si kanë qenë për shkak të represioneve dhe dhunës të asaj kohe. Ne kemi kaluar në për faza të ndryshme, thash edhe njëherë që unë erdhë pasi u regjistrova në fakultet, atëherë erdhë për me qenë pjesë e shërbimit Jugoslav dhe në fillim isha në shërbim të Jugoslav në Ljeskovës të Serbijës për 4-5 vite dhe në atë periudhë kemi qenë disa shqiptarë edhe në mesin e shqiptarëve ishte edhe Aziz Kelmendi, të cilët ne të dytë ishim pjesë e një qetës të tenkistëve, po të ndarë në 2 pjesë të asaj njësie që ishte në ushtrinë jugoslave dhe pas përfundimit të asaj që u quajke regrute në ushtrinë jugoslave, na transferuan po bashkë me Aziz Kelmendin në Dolevas të Nishit për një muaj maksimalisht, nuk jam i sigurt për kuën, dhe pas kësaj në fund të janarit na transferuan në Paraqin të Serbisë. Tani sa i përket njohjes me Azizin në Ljeskovës të Serbisë, jemi njohës si shqiptar. Realisht nevojat ishin pak të mëdha me komuniku, me kontaktu me njëri tjetrin, sepse ne njohshim gjuhën serbe, po jo dhe aq. Ai komunikimi ishte shumë i nevojshëm për me kalu një kohë të caktuar, edhe pse nuk ishim kohë shumë me ndajt me njëri tjetrin, po me Azizin më rast sepse kishim të bëjmë me një njësi të përbashkët, po na brenda asaj njësisë po të ndarë. Po her pas here në mëngjes apo në mbrëmje kemi pas mjaftueshëm për me bisedu në bisedë të rastit për të kaluarën tonë, për ato çfarë ne kishmi në familje kështu me radhë. Po Azizi ishte një djalë i urtë, si kretë të tjerët, edhe ai ishte pjesë e shërbimit, si çdo shqiptar tjetër apo edhe si çdo komunitet tjetër të ushtrisë jugoslave në atë kohë. Po jo në diçka më e veçantë për atë periudhë, për shkak se ajo periudhë 4 deri në 5 muaj, llogaritë kogje një shërbim i mundim shumë, arsyeja ishte për shkak se i quhej shërbim regrut, si regrut, dhe kishte detyra shumë të ushtrimeve të shërbimit e kështu me radhë aty brenda ushtrisë. Tani ne kur shkuam atje gjetëm edhe disa shqiptar të tjerë dhe filluam jetën ushtarake edhe në Paraqin të Serbisë atje. Shërbimi ynë ishte me një kazermë të vogël që ishte në afër qytetit së Paraqinit dhe fjetja për një javë bëhej në atë kazermë, po një javë të tjetër bëhej shërbimi i rojës për 3-4 kilometra larg prej kazermës së Paraqinit. Prej të cilës kazermë ishin vetëm disa, jo i gjithë njësia nuk shërbente në atë pjesën e depove dhe municioneve që ekzistonte larg kazermës, me disa shqiptar të tjerë që ishim aty, ishim edhe unë edhe Azizi, për një javë shërbenim poshtë aty dhe bënim shërbimin e ngarkim dhe shkarkim të municioneve që u deponoshin ato depot, që ne her pas çdo 2 javë ne shërbenim si roje atje. Kurse pas përfundimit shërbimit roje, ktheheshim në kazermën poshtë dhe bënim punë të rënda të ngarkimit dhe shkarkimit, po në atë kohë nuk ishte e lehtë, sepse nuk ekzistonte shumë kjo puna e teknikës dhe bëhej më shumë punë krahu, që ishte e mundimshme dhe ne ishim një moshë të re, 18-19 vjeç kryesisht kjo moshë dominante, po e bënim si punë, si shërbimit rojës, ashtu edhe shërbimin e ngarkimit, shkarkimit të municioneve dhe gjërave tjera që u kërkonin atë kohë. Po, patjetër kishte edhe disa shqiptar që komunikonim her pas here, një mundësi pak më e madhe se në Ljeskovë si ishte atje, s'ku kishe kohë të lirë, ndeshim së bashku, komunikonim, bisedonim, në këto ndeja, në këto takime, në këto komunikime, e kishim Azizi që dominante, për shkak se unë isha ai që e kisha një fakultet, një studim, mirë pa ai veç kishte vitin e parë kishte ndjek, edhe u kuptoi që kishte një inteligjencë të jashtëzakonshme, ishte njës i mirë i drejtësisë, për aq sa kishte studiu në atë kohë, po ishte njës i mirë edhe i historisë, që ne kishmi kaluar në shkollën fillore edhe të mesme, mirë pa si duket kishte qenë edhe lexues pak më shumë, edhe realisht në ndeja të ndryshme, akoma e mbaj mend që lexonte shumë gjëra të historisë së popullit të Kosovës, bile në raste e mbaj mend
që ai në literaturën që kishte lexuar, kishte hasë që Skënderbeu kishte arritur edhe në Paraqin, që i binte Paraqini si pjesë trevës së Nishit në atë kohë. Kështu që këto gjëra më vonë e kuptuam që ai djalë ka qenë i mveshur në aspektin kombëtar mjaftueshëm, ashtu si çdo kush tjetër që i kishte këtë rrugtim. Tani ne si të rinj atje e kishmi shumë të nevojshme me krye një detyrë. E kuptonim që është një shtet Jugoslav, e kuptonim që shqiptarët e krynin një shërbim të shtetit Jugoslav, jo të interesit kombëtar shqiptar atëherë, edhe atëherë u kuptoj që punët ishin të rënda. Shërbimi i Rojës ka qenë një vend i malur që kur bëhen ndrrimi i shërbimit të Rojës, tamam një orë në këmbë, bëheshin ndrrimin e njëri tjetrit për një javë të tërë, 24 orë. Pastaj kishte punë të rënda të ngarkimit, ashtu si që potencuave më herët, përveç në depo që arshin me kamiona, ne her pas here në Paraqin ka ardhur një tren i ngarkuar me municione, me ngarkesa tjera ushtarake, që ne e bënim në kohën kur nuk ishim në shërbim të Rojës, po e bënim ne që ishim të lirë në atë javë dhe për 24 orë të tjera ditën, natën, ashtu sipas nevojës. Ka qenë një kohë e rëndë politike, një kohë kur në 86-ën Akademia e Shkencave të Serbisë, apo si e Jugosllavisë nuk di me ndo atë periudhë, por kryesisht kanë qenë autorë serb që nxjerrën një dokument për punën e mbrojtjes së serbëve në brenda Jugosllavisë, si duket ata e lancun në opinion, në për media, për rrezikun që i kanë nëse i serbëve, dhe kjo shumë prezentuhej në atë kohë në opinionin jugoslav, dhe si cak e kishin shqiptarët gjithmonë, për me thënë se vetëm shqiptarët janë ata që nuk e duajnë Jugosllavinë, dhe ishte një periudhë ku prezentuhej në për media të televizioneve shtetërore të Beogradit, ku ne patjetër ishim pjesë e një dëgjimit të atyre mjeteve të informimit se kështu kërkuheshin rregullat, dhe ajo urrëtia realisht ardhke ma shumë prej jashtit, prej politikës, dhe ishte kohë kur Fadil Hoxha në atëherë si pjesë e komiteteve dhe organeve të larta të Jugosllavisë filluan me prezentu si njeri armik të asaj kohës, kinse pas luftës dytë botërore ai ka qenë një njeri kogja armik i Jugosllavisë, vetëm për interesat të popullit shqiptar. Kjo lansuhej në për media dhe sigurisht atëherë e mboj mend që ai prezentuhej si në para një gjykatës federale të quajtura para ndonjë kuvendi apo nuk di një organit më të lartë jugoslav, ai prezentim dhe prezentimi i gjonave të tjera, kënse në serbët po trajtuan keq në Kosovë, kënse serbët ju prishën varrezat, kjo prezentuhej në atë kohë. Neve na i bëjnë kjo ditën e vështirë në ato kazerma, nuk që nuk u fyeshim keq në aspektin nacional, nuk është që kishte acarime, sepse sigurisht ata i kanë romas me kriju kësi situata të urrejt, në kodër të situatave për urrejtje me kriju edhe në incident. Por ne realisht bëshim përpjekje që ne maksimum ta kalonim ditën, ta kalonim kohën, po pa janë shkalu edhe tema dhe debatet se situata është pak si e rëndë. Këto e besoj që çdo shqiptare ka dëgjuar dhe ka pas në mendje që shërbimi në ushtrinë jugoslave nuk ishte i lehtë. Ka pas x raste, po ndoshta më afërt po ka qenë edhe një incident. Tani nuk e di sa me lidh me këtë situatën, që ka ndodhur me 2-3 shtator, nuk jam i sigurt, po megjithatë raporti i ushtarëve shqiptarë në raport me të tjerët ka qenë kogja i rëndë dhe besoj tani kjo ka qenë ai kulmi i një situatës të caktuar që ndodhi edhe me 2-3 shtator të 97-s. Te shërbimit e Rojës atje thuajse e kemi pas përfunduar. Unë Aziz Kelmendi të rastit është fjala dhe të tjerëve që jemi në grup që jemi dënuar Shevqet Paçarizit, Pajazit Aliut, sepse kemi qenë gjenerata e shtatorit. Unë e kisha mu liru me 14 shtatore, dikush tjetër 12-13, kjo ishte e gjenerat. Ne vetëm e kishim përfundu atë shërbimin e Rojës, asgjë tjetër, po të punëve tjera, të ngarkimit, shkarkimit gjëra tjera i bënim akoma.
Tani ka qenë edhe disa shërbime të vogla. Dikush të tjerëve e bënin shërbimin e kazermës, si që ka qenë Rizaho, Gjemilje të tjerë, ka qenë me një grup inisiteve të tjera, por ne nuk e bënim, sepse bënim shërbim tjetër, dikun tjetër. Po disa shërbime i bëshim brenda objektit, disa farë kujdestarie në për koridore. Në notën para 2-3 shtatorit, ne kemi pas, para se me shku me bo një gjumë, kontaktonim, bënim ato shërbimet e tauleteve të ndryshme që ishte atje dhe komunikonim për një gjysmore, një orë, para se me shku me fjetë, bënim bisedat të ndryshme. Para notës të mëngjezit 2-3 shtatorit, veç kemi shku me bo gjumë, unë, më kujtuat si sot, kemi qenë, unë Aziz Kelmendi edhe Enver Beluli, i cili ka qenë i dënuar edhe në procesin të. Nuk e mboj mend edhe kush shumë të tjerët. Ka qenë aty, po si shqiptare e mboj mend kështu. Dhe ne kena fillu gjumin me dytin në mbrëmje 10 e gjys të mbrëmjes. Azizi ka qenë caktimi i shërbimit bëhe në mëngjes. Po ndonjëherë edhe gjatë ditës, ndodhej me u bon ndrimet e shërbimeve për shkak në dikush sëmore, dikush nuk ishte jaftë për me kry një shërbim, dhe di se jo në ora 10, po pak më herët se mbrëmja, i thanë Azizit se ti keme qenë shërbim të kujdestarisë. Ai shërbimi i kujdestarisë është shërbimi më i lehtë i mundshëm, nuk ishte ku me ditë me sa sfiduese, dhe kemi shku me fjetë. Azizi pak a shumë ka pas diçka të lidhur në kokë, në atë kohë që u diskutu shumë në për procesit gjyqësor, kënësa i ka dash me treguni diçka shqiptare, ajo nuk ka pas lidhje, si duket ai pak i gallim koka, dhe kena shkuj kena thonë natën e mirë njëri tjetrit. Kaq ka qenë dorja e fundit me ta, dhe unë në mëngjes të rastit kur ka ndodhur, kam dëgjuar krismat e gjomave të dhe dritarëve kur thyen. Më mbaj mend, për shkak se i diskutum shumë në gjatë jetës pastaj, kam qenë në, Azizi ka qenë poshtë fjetë, unë kam qenë lartë. Me një dhëmë kemi qenë, po pa tjetër, me një dhëmë, dhe veç kur i kam dëgjuar krismës, ajo e para që më ka shku në mende, sepse ushtria e ka këta, sulmi, mbrojtja, dhe kjo është ideja asoj, pavarësisht çfarë situate i je, në atë ku paça, apo gjendje emergjente, ronda, apo kuedinësi. Më ka shku mendja që është sulmu kazerma, dhe veç kam ra poshtë aty, dhe kam morë pozicion masaman nën shtrat. Dhe nuk dëgjova krismet, kaq ke, dhe në 2-3 minuta kam dëgjuar zhurma tjera. Në hapjen ishte errët dhoma, pa drita, kur e kam hap dritaren, kur e kam hap derën, në dritaret e dhomës time nuk janë thyer. Po pastaj dëgjova që njëri nga ata ka kërcyer, apo edhe nga plumat diçka, ka kërcit që ka pas në për dhoma, është gjujt në dhomën e parë, dytën, të tretën, që kemi qenë fjetë unë edhe Azizi, nuk është gjujt aty. Kika që ka pas dhoma, i kati ku ne kemi shërby, që i kati i parë, këtë qenë edhe një katë për dhes. Në hapjen e parë të asaj derës që e kam bërë, e kam parë se njerëzit kishin dalë në koridor, se unë nuk më dalë më njëherë nga friga, se nuk e kisha idenë se çfarë po ndodhte. Në disa shkallë e marshin një farë drejtimi për me ratë e kati për dhes, dhe aty e kam takuar të parin që i kum drejtu, që i kum pa, që i kum mendu që duhet m'ia dhoni një ndihmë, e kum pa njërin nga të komunitetit bosnjak, i shkoni këmbët i kish pas gjakosur, mu ka drejtu me fjalë të rënda fyse, edhe e pas që situata është e rëndë, edhe unë nuk i reagova. Unë qëllimi im ishte me shku mi ndihmu ati. Edhe e pas që nuk është situata për me ndihmu, sepse ai ma potencej më njëherë, ai vendasi ju, ata e potencojshin zemlok ju, që e përdojshme dhe ne si gjuhë Shqipe, në gjuhën tënë, ai vendasi ju të Azizin në gjujtë. Unë e kisha shok, ata edhe dishin këto, edhe ai me urrejtje mu drejtu, ishte ullër, gjysëm i shtrirë, nuk u mëra me tha, se e pas që nuk ka mundësi me i dhonë ndihmën, e parë, tjetri që i radhës ati lëvizshin njerëzit, i takonim shqiptarët, të gjitha e kuptum që puna e Azizit është pyetje, njërin nga komunitetit Macedon, e të kuptu se ishim gjenerat edhe ai i shtatorit, po ta zënëm Azizin kena me e bo kështu, dhe kogje me urrejtje, mu drejtu edhe ai, edhe unë pastaj nuk bona kur farë përpike, as me ndihmu dikujt,
por me një komunikim shumë indirekt me shqiptarës çka të bëjmë. Se e kuptum që ata veç fillun atë diskutimin që shqiptarët ne i bënën këtë punë. Edhe vron apo plagosën e kështu me radhë. Pastaj në dhoma tjera nuk arrit me shku, shumë shpejt kanë ardhur edhe organe tjera të sigurimit ushtarake, ku e dion që i erdhën disa oficerat që ne nuk i pam. Po për neve ishte një, me thonë drejtën në ato momente ishte një shpëtim, sepse mund të kryej një konflikt, edhe pse ai konflikti mund të jetë fizik, sesa me armë, sepse ne nuk kishim marrë, por nuk kishim municion, po e kuptuam që ne duhet mu pozicionu dikon me shpëtu derisa dikush ta merr situatën dorë, se duhet gjithçka për i kontrollit në ato momente. Po ditëm, si të rinj, e thash edhe një herë ishim 18, 19, eventualisht 20 vjeçar, dhe mirë po në kishkalit kuha dhe ne arritëm me shpëtu asaj situate pa ndonjë incident, derisa ardhën organe tjera në marrë situatën dorë, por ne si shqiptar të gjithë u bënëm, si me thënë, objekti asaj të diskutimit dhe më njëherë mu morë në pyetje për aty një oficierëve që erdhen, në ndajtën, në morë një oficierë, muën tjetërin, kështu me radhë, fillu me bon një jetë në kodër të asajna që ata në kishin në kontrol dhe ne mu morë në pyetje. Pyetjet e ishin kryesisht kush e njeh, kush e ka shake, si ka ndodhur situata e kështu me radhë. Kjo ishte ajo që u bë në situatën kritike dhe në mëngjesin e 2-3 shtatorit të 97-ën. Në ato momente nuk kam dëgjuar përveç se kemi shku për me fjedh asgjë tjetër, edhe kemi uru njëri tjetrin, po shpresojmë që nuk vjen diçka natën me tren, sepse ishmi pak numër aty që e dishim që na del ne si obligim me bo shërbimin në qytet, të qyteza të treni për rujtjen e municionit. Për të cilin municion më vën në gjatë akuzës dhe akuzës, mu në vesh mua se unë e kam njëftu Aziz Kelmendin se gjinden 10 fishek me një orman që ne bënim shërbim të ati koridorit. Ai orman ka qenë në shërbim të rrujës që bëhet të treni dhe ka pas atër që njërin me gradën më të lartë stazhist, e monte një qelës të ati ormonit dhe ne atë municion e mernim 10 fishek me një push që shërbejmë për ato 10 fishek, që shërbejmë me 10 fishek dhe shkonim të treni për me bo shërbimin. Por atë, mu në vesh mua, e nuk ka qenë realitet, po a kemi ditë edhe në Azizi që ndodhi në ato ormoni 10 fishek, po e kemi ditë, por ne se kemi ditë, ne e kemi ditë që janë 10 fishek, jo më shumë apo më pak. Sepse ne kanë dhënë veç për shërbim, veç aq, edhe ne kena mujtë me mendu që janë edhe 20, 30, 100, po kanë qenë të mbyllur me një ark metalike. Po qelësi i saj mbetej vetëm të një i besueshëm që nëse vjen nevojë dhe urdhëri për me qenë në shërbim të ruajtjes të atij treni që ardh kemi municion, atëherë u mirë ke qaj municion me armë tona që i kishmi në dispozicion në shërbim. Jo, në dhumën time ku kam qenë fjet, unë dhe Azizi, nuk është gjujtë në dhëmë. Asë nuk është hap dera, po të parën, të dytën, po aty ku kam qenë unë një. Do me thonë, rrasht Azi, veç e treta ku kam qenë unë një, nuk ka gjujtë. Unë e kam qenë pjesë të në procesit montuar, 8 nga ne u montua si proces. Të në ka qenë e vështirë me ndasi situatë e montimit dhe asoj realitetit. Të gjitha ato që kanë ndodhur, nëse dikush ka qenë ngjarje, nëse dikush e një realitetin asaj situatës, jemi ne. Bëhet sigurt, ato që ne e thojmë, bëhet sigurt që organet e sigurisë të shtetit atëherë të Jugosllavisë edhe sot Serbisë ka të bëjë me realitetin që ka ndodhur si rast edhe si ngjarje. Mirë po, nëse kthehemi në kohë, atëherë ka qenë një kohë kur shqiptarët 99% të rasteve montuej si procesi dhe kjo kur ndodhi, atëherë Beogradi dhe Serbisë apo dhe Jugosllavisë ju konvenoi me kriju edhe një propagandë sa më të madhe të mundshme në raport me shqiptarët, prej të gjitha komuniteteve. Se çfarë politike pat viteve të 90-ta, për këtë edhe kemi hezitu edhe ne mu shprehje në këtë rast,
për shkak se politika në atë ku aktuale ishte politikë paqësore dhe çdo gjë që përdori se kënse e ka bërë një shqiptar u mohuej, edhe nëse ka qenë në reale. Tani realiteti është ashtu siç ka qenë. Pa qenë unë i involvum drejt për drejt në atë situatën se çfarë ka ndodhur, nuk ka qenë ai mundi madh, sepse ka qenë pjesë, me ty ka qenë pjesë e armës, një mundësi çfarë ka qenë aty, marrja 10 fishekëve ka qenë e lehtë, sepse ai Orman është dëmtuar nga Azizi, veç është larguar nga vendi që mos mu dëgju, është hap, një Orman metalik, nuk ka qenë shumë i fortë, kështu në kuptimin metalik. Në momentin që është hapur Ormani, Azizi e ka kuptuar që janë veç 10 fishek. Që unë asun nuk e kam ditë që nuk janë më shumë apo më pak se 10, se ne kemi shërbyer me ato 10 fishek në rojet të qytetës atë ku kena shku. Pastaj e është dëgjuar si rast. Kjo ka qenë shumë reale, shumë e vërtet që me ato që ka synu Azizi, ka shku mas pari me marrë municion më shumë. E kemi di që shërbimi i rojës bëhet me municion real. Komandanti i rojës ka qenë i pajisur me armë. Komandanti i rojës kryesisht ka qenë një besim më i madh dhe ka kuptuar se atje ekziston municioni. Ja, ashtu siç e potencion edhe kolegu im që kemi qenë pjesë e akuzës edhe pjesë e vujtjes së dënimit, jo është marrë nga Riza Libashiqi dhe 2 karikaturë. Azizi, para se me shku të Riza Libashiqi, ka bërë një përpjekje të një rrugë tjetër. Në rrugën ka qenë një rrugë shërbimit, mbrapa një objektit ka qenë biblioteka dhe disa klasë të mësimit. Kur ka shku atje, në shërbim të rrugës e ka taku Abdul Gjemil Alimonin. Në momentin, ne tani kjo është dyshim, kur ju ka drejtu, qëllimi ka qenë mja morë municionin, po kur e ka kuptu se është shqiptar, nuk ja ka morë municionin, edhe pse në akt akuz, Abdul Gjemili është akuzu se kënës ja ka trasu rrugën e. Nuk është e vërtet, por realiteti është që për në notën kritike e ka vizitu, edhe në mpytjen që ja ka bërë Abdul Gjemili, për shka ke dalë këtu pari, erdha me morë një libër në bibliotekë. Po jo tërheq, s'ka dasht me involvu djalin, Abdul Gjemili ishte një prej matrive prej gjeneratës të në aty qeshim. Dhe dilema e asaj se e bëri një akt, një kështu në raport me shtetin e Jugoslavisë Azizi, për neve që jemi dënu, nuk ka dilema dhe nuk ka dyshime. Absolut, tani ne na ka mbetë gjithmonë në raport, po dhe me familjen, është diçka e papranueshme. Për një djalë i ri, me orë mi shembujt edhe në të ushtria shlirimtare të Kosovës. Në x raste o dasht djalë i ri me përdyrë një formë atjetër për me shkon pjesë e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, nuk është që ka mujtë mi u tregu drejt për drejt prindërve apo familjes se po shkon drejt një aktit ma madhështor final për çlirimin e Kosovës. Me thonë drejtën për veti po flas, nuk besoj që e kum pas një gatishmëri të tina. Edhe e ka në hatë këtë çështje. Edhe nuk është që nuk e kemi pa gatishmërinë e mlefuesis ti në raport me shtetin Jugoslav, po nuk kemi ka pa që në takimet dhe bisedimet dhe diskutimet nuk e kemi atë gatishmëri. Edhe bojt sigurt këtu ka qenë problemi. Unë po të regoj, pjesë e akt akuzës është edhe afrimi i 10 fishekëve të municionit tina, për të cilën nuk ka pas nevojë për mua se e ka ditë, por nuk e ka ditë sasinë se sa është aty brenda. Nuk ka dashur me involvu edhe Gjemilin, se ka qenë në shërbim të rojës, për shkak gatishmërisë. E ka nohat. Pjekuria e tij ka qenë e madhe në këtë aspekt. Tani ne për 2-3 ditë në këtë shpërkuën ku më harru, kemi qenë shumë në trysni, në presion, edhe qatë ditë, sidomos, unë isha njëre prej organeve të sigurimit, isha në pyetje non-stop, dhe jo i arrestuar, po vetëm ata për me e pas gjendjen dhe situatën aty, çfarë ju interesante aty në. Thanë se ishin mbledh këta të vrarit, plagosit sigurisht ishin drejtu në përtrajtim, dika ku e dion atëherë besoj që ka qenë nish, po këta i kishin vendues të gjithë, bashkë me ta dhe Azizin, kishin vendues me një vend caktuar, edhe dikush nga organet e sigurimit ku isha unë duke u pyet nga dikush aty,
apo na duhet afrimi me identifiku. Ata e kishin identifiku, pas sigurisht deshin me kuptu atë qasjen time në raport kur ta shoh. Shkova unë aty dhe veç e kanë bërë një shpalosje, gjendja ti ka qenë e rëndë, për ata shka e për atë moment, veç tina, jo të tjerëve që ishin vrarë, po këtë ishin vendosë si lartë në tavolina, si mduket, si lartë edhe nga një qafë të bardhë mbi. Ma ka shpalos edhe tha, kush është ti, thash po Azizi, ka që kisha unë. U identifikoj se ka qenë karakteristik kështu në fizionomi e kretë, pa tjetër, pavarësisht asoj pomjes, sepse kishte çfarë edhe është thonë për ta për vetvrasje. Pa tjetër, s'ka pas zgjedhje tjetër. Dalje ka x komente në të kaluarën ku po kon kazerma, po kazerma nuk ka qenë të njëjta gjithkund, ka qenë më liberale në këtë aspekt, mundësi daljeve dhe pi kazermës ka qenë sa dush. Kemi qenë në mes të Serbisë, edhe ai ka kalkulu këtë situatë, edhe ai ka shku drejt kësajna. Kjo nuk ka diskutim, po i sigurt besoj të gjitha atyre që kemi qenë pjesë edhe të kësaj akt akuze, sepse ne mund themi që e kemi dhënë municionin, mund themi që e kemi trasur rrugën, por nuk ka qenë reale ajo situatë. Edhe djeshta me potencu këtu, dy që kishin qenë afër Azizit të ndajt i shikutu, ku e diun, për nevojat veta ata. Tha ku pe një, tha ti me të parën, ku e njëfti. Nuk më la mu përgjigj mu, po më thët, tha se shok e ka pos, tha e një me të parën. Ka që kishë. Ata e dishin, sish dilema që nuk e kishin identifiku, po deshin me i para agimet tëna në raport me situatën që i shkriju aty, edhe në raport me ta. Me thonë rritën e ishim të rinj. E dyta, e shkriju një frige madhe. Nuk kishim siguri që nuk krijohet një situatë edhe tjetër. S'kishmi ne mundësi dhe kapacitet me kuptu që është çështja e sigurisë në përgjithësi aty, sepse ne gati se mbetëm si të izoluar, si shqiptar në atë kazermë. Mes frigës edhe asaj, unë ndjeva rënd. Sepse para gjë është, të jemi sinqert, parën gjë që i kom taku shokët, i kemi thonë, inshallah Azizi nuk e gjenë, nuk e zonë të gjallë. Sepse e kuptum reagimin, e kuptum urrëtitjen, e kuptum krejt ajo çfarë e kishmi para vetit. Kështu që për veti, ja kisha dasht vetit, nëse unë isha në vend të Azizit, ja kisha dasht vetit një të gjë. E ka qenë e vështirë, mu kap i gjallë në atë kohë, të e pop s'parasysh si kaluam edhe ne, që ne një farforme na u montu si proces rreth kësaj situate. Besoj që besoj dhe si shqiptar, kena pas fat që kena pas një plejad të atyne djemve që luftuan në periudat saktuara prej nga në kohën e Turqisë, pas i 12 ikjes Turqisë në periudat të caktuara, pas 45-ës, besoj që baza dhe themeli i luftës finali i ushtrisë qëllimtare të Kosovës është si rezultat i njerëzve të gatishmërisë dhe të njerëzve të tjerë, si që ishte edhe Azizi, për më orë deri te lufta ushtrisë qëllimtare të Kosovës, për shkak se ke një bazament. Dhe unë e them, faleminderit atyne djemve, kudo që kanë shërby afrim zhitije, se shumë të tjerëve në të kalure viteve 60-ta, në për periudat caktuara viteve 89-90. Këtë kjo periudhe ka bërë që të kemi një fuqi të jashtëzakonshme për shtirimin e Kosovës. Figurat tilla e kanë bërë që të krijuhet kjo situatë për asgjë tjetër, liria si sot ne e gëzojmë. Është vështirë me kuptu, vështirë, po kur ta shikojmë çfarë na ndodhi në kohën e luftës ushtrisë qëllimtare të Kosovës, me shumë masakra, ajo mbeti pak si them në hije, edhe kur asnjëherë nuk kemi dashur me prezantu, me paraqit në opinion atë vujtjen tonë, po megjithatë ne jemi të thirrur edhe të obliguar me prezantu se Jugosllavia dinakrisht ka arrit me prezantu para faktorin ndërkombëtar se kemi një të drejtë, të mirë, të mundshme, të lirë. Po nuk ka qenë ashtu, ka qenë dyndje, ka qenë shpërngulje për Turqie, gjithçka, vrasje, tortura, kush më shumë se shqiptarët askush tjetër. Pasi ndodhi, pas 2-3 ditëve ne na të gjithë, jo vetëm ne shqiptarët, por edhe të gjithë të tjerët sa më duket, na shpërngulën për asaj kazerme në emër të traumës e gjithçka tjetër, na dërguan për kazerma të tjera. Mua më dërguan me një vetë
se cilin nga ne që unë u bënëm pjesë aktë akuzës, na dërguna për kazerma të ndryshme. Ku shkova dhe në atë kazerm, unë i kisha plot edhe 10 ditë shërbim të ushtërisë jugoslave, po për çdo ditë na merrshin në pyetje. Krejt për këtë situatë. Dhe me 14 dite e enjte, e kuptoisha pak situatën, që s'është normale, thanë vishët, thot, i kisha morë, nëse kisha qenë në gusht të 87-ës, ka njerë nga 3 vitet, në 87-ës kisha qenë bëhe një farë pushimi, një javër. Isha në shtëpi, i mora rroba civile dhe u ktheva prapë me vazhdu shërbimin, aq sa më kishte mbet, edhe i kisha me veti. Dikush po më thot, hajde, merre, thot, le të vishet se hes për shtëpik. Mirë, u vesha, po me gjysmë sigurie. Vesha ato rrobat, i mboj mend, ato rrobat framerka të asaj kohe, një këmish të verdh, edhe kështu që i kisha marrë me veti për më liru, edhe më liru edhe prej kazermës, më duk interesant. Thanë një hec, nuk e kisha idejen as ku është një stacion autobusi, as se kisha fuqien, as interesimin, ka me pyet, heca një rrugë dikun ofër 1 kilometre, dhe por 1 kilometër ku kam rrinë, ka ardhur një lloj automjeti që e përdorshin atëherë policia ushtarake jugoslave, si i thëshim një farë, quishin ata maric, apo kombi, që shërbeje për me burgostrit mi transferu, kanë dalë policia ushtarake, më kanë rëzu, halo e më bëj mend një ku e mirë, jo ku me disa, me barishtat më dhaja, më rëzun, njëri për tyre ma vendosin një këmbë në qafë, edhe më bëj mend sërbet ati që kalënin, ju thoshin, a keni nevoj për ndymë, ato i thoshin jojo. Një 20 deri në gjysmë mure, më kanë bëjt ashtu, më kanë kapë, më kanë shtin atë këmbin, dhe më kanë qu drejt e në burg, ka qenë, ajo situatë ka qenë e dhunshme, e rëndë, dhe veç kër e kom pa vetën, jam kthjell në qeli të burgit ushtarak, Jugoslav, të Nishit. Pas taj kanë vazhdu peripetit tjera, në x raste e kom përdor edhe kom tregu në detaje, nuk e besoj që është e nevojshme, kam lexuar pastaj në burg e lexoisha një vepër pa precedencë, të autorit e kom harru. Kur i shikojsha kritikat për atë vepër, ajo ka qenë një çmenduri. Ajo treguej për një rrëfim të shteteve të Amerikës Latine, se si kalojnë të burgostrit në përburgje, me thonë të drejtën, ajo ja te i kaloj ka asajna, po kujt mi thonë dhe kur opinioni shqiptar apo dhe ndëgjër, nuk e se besej që e kupton se shqiptarët kanë kalu në parasit torturat të jashtëzakonshme. E sidomos ne që ishmi të rinj në atë kohë. Tani në burgin ushtarak ka qenë qëndrimi mbrenda burgut, atje ka qenë formës ulljes me një karrik, drejtimi i durve për mi tavolinë dhe mos me lëviz fare. Një gjumë me bënim her pas here, sepse ajo do të 24 orë ne jemi jashtë asaj qelies me qenë pjesë e marrjes në pyetje quaj. Po forma dhe tretmoni që i bëjnë burg, më bëjnë varësisht si ti qëndrojshe atje para organeve të sigurisë atje. Këto ishin daras. Ai që të merrte në pyetje nuk e bëj kënaj dhunë, përveç presionit psiqik e fizik, po me një moment caktum i thërta ata dhe thënte, merre kis po bashkëpunon. Përdorni një formë të dhunës që në emërt, ai pse thoj kis po bashkëpunon, po kënd se thyrës e rregullave ata të i burgit që përdori me shkope të formës së shkurt, në brinj e kështu me radhë, sa që në x raste se dhja ishe mo vetvetja. Ati në atë ku kemi qenë veta vetë. Askush me asnjë njeri nuk ishim kontakt. Shka e bënte më thërën përveç dhunës fizike, aty përdori një detaj. Mirë dikush nxjerrej piqelies me një korridor ishte 30 metra i gjatë, 2 metra i gjerë, kinse po pastroj, duhet me pastru, kinse s'pe pastron përdorej dhuna, maksimum një përpara një mbrapa, dhe ti ati ndjersitesh me këtë punë, edhe kur thoj ke u kry me ty, ti u ndishe i letë, mu kalun me hinë qeli, për e dishe që radhën e ka tjetëri. Dëgjoj gjëma, dëgjoj dhuna, kjo ka qenë të mërshme.
Aty ne e patëm rënë për shkak se akt akuza kur erdhë nuk kishim një rit mjaftueshme mu ballafaqu me këto procedura, procese gjyqësore. Procedurat, një akt akuz kem që unë isha i 4 i 5 në akt akuz, i pari në akt akuz, ma vonë ndryshoj akt akuza, duhet i treti në vërtet në radhë, dul rizoj, pastaj e që të në akt akuz mas akt akuze. Kom me pyet si është situata me akt akuz, s'kishim drejt në avokat. Në caktoi një avokat, një oficer i shërbimit Jugoslav, që ai sigurisht ishte jurist, pa i komunikante me ty në formën kinse ki avokat. Tanë më vane kemi kuptu që unë jam dëmtu shumë, sepse ku mujtë me qëndru pavarësisht dhunë sekret, ku mujtë me qëndru më shumë, ta kisha pas një avokat më mi të regu, më rrugt, më mirë, se shka është puna akt akuzës, shka është prokurori, shka është gjyqtari. Jam i sigurt, merre një 18 vjeçar shtinë sot njën burg, si mos ta ketë një avokat, ajo është out, çdo gjëje që i del para vetes, sidomos që kanë qenë rastet në shërbimet jugoslave që kanë përdorur në raport me shqiptarët. Mungesa e avokatit, mungesa e vizitave të familjes na bëjke më të rëndë, për shkak se ata pyetjet që na i bënin, kemi kuptu që gjithçka është shkatruar edhe për familje, sepse ne ishim jashta burgut, kur i kuptuam nëpërmjet të informimit jugoslav çka po ndodh me familjen e Azizit, burgosja e prindërve, largimin nga shkolla e kështu me radhë. Me thonë drejtën, nuk kishte ndodhur qatë mos, pastaj e kuptuam kur kishim hapësirë, ka gjembas disa viteve, sepse bëjë nën kontroll çdo vizitë edhe në termën, e kuptuam që nuk kishin kalu keq. Të gjithë kishin ikë prej punës, kush kishte qenë në punë vllau dhe ndort, e krejt gjithkush, dikush i këtana prej dhunës, se kishin përdorur dhunë tana për kënse për shkaqe tjera ndikandej, kështu që familja mbet në familje vetëm nëna dhe motra, cila kur na lejun vizitën i kisha ata në vizitë të vazhdueshme në rast. Deshta me të tregu që kur është leju vizita, kanë kalu një kohë gjatë, kur i kom parë nënën dhe motrën 5 minuta vizitë, ndarja ka qenë ekstreme, ka qenë e rëndë, sepse e para, një e rëndë, e dyta u lehtësova se e kuptova që janë gjallë. Kështu e kishmi atë bindjen që ka mujtë me shkatru gjithçka rreth familjes, me humbë gjithçka. Edhe, po e dyta ishte e rëndë që kisha nënën para vetit, edhe e kuptova që e ka vështirë. Unë nuk e di ku mund 2-3 biseda me i bërë, për shkak se s'kisha fuqien me nënën mu ballafaqu në biseda normale në ato, për shkak 2 ndjenjave, që unë isha fizikisht, që zbesej që familja më nifte, çfarë gjendje kishmi ardhur në rastin e parë pas ka pasur edhe vllau i madh. Nëna me vllaun, jo tjetër kush, sepse vllau sigurisht si vllau më i madh, një mundësi më të madhe me pas çastje për shkak të gjuhës se kështu. Fillimi pas ka qenë nëna dhe vllau Nexhati më i madh. Pastaj Nexhati torturohet ik për shkak kërkesës së organeve të sigurisë atëherë në Ferizaj dhe Shtërps, largohet jashtë vendit edhe më nuk është derisa s'kom dalë unë, ai nuk ka qenë pjesë e familjes. E mboj mend, shikonte dhe shikoja. Ajo fryma, tani unë jam prind vetë edhe kam, nuk e di, a kemi fuqi sot, sukur ata që kanë pas një fuqi. Nona tona janë në përgjithësi heroina. Pse po them heroina? Janë këto nona tona janë që edhe kanë ideal, kanë dëshmur për këtë liri. Nona tona kanë djem invalid. Nona tona kanë pas na për burgje. Barë më të rëndë, se nonat shqiptare nuk ka pas në trevat shqiptare. Nëse dikuj dedikohet kontributit për lirinë e Kosovës, sigurisht janë dëshmorët invalidët. Po, pa i përjashtu edhe prindit si baba, por nëna besoj ka qenë ajo fuqia dhe baruti kryesor për Jugoslavinë që e kanë tregu në raport me lirinë që ne sot e gëzojmë në Kosovë. Motivi u kriju vetvetiju. Unë e veç për shkak të nënës dhe vllaut, unë e krijuava një siguri. Aty në akt akuz shkruante e prokurorit. Ndarja e kësaj akt akuzës nga prokurori edhe një vendim që më vonë
kishim me marë prej gjykatës, unë realisht nuk kisha shumë njëri edhe nuk disha mi nda. Fjalirën e parë që e mboj mend në këta akuzën është pushkatimi. Unë i dëgjesha disa komente atëherit, disa komente në proces pas vujtjes tënë, s'ka pas jo, ka qenë shteti Jugosllavi ka pas edhe pushkatimin. Ajo që i ka shpëtuar dy të parë, unë kam qenë i treti, bëni sigurt, në ligjet Jugoslave, ma vërë e kuptum, i ka shpëtuar nga pushkatimi, sepse deri në 22 vjeç s'kishin pas drejt pushkatimi. Po tutje, do me thënë. Ma dha motivin, vetë fakti që i pas gjallë, po unë për veti mrapa isha gati me shku drejt flijimit, se kështu mu do ke vetja që nuk ka mundësi me i shpëtu krejt asaj, edhe njëherë po kthejna prej asaj çfarë kishin para gjykimet për Azizin, apo gjykimet si shtet, shka mendojshin me e bo me Azizin, tani ne u bërnëm pjesë, edhe ne të gjithë si Azizi. Atëherë ne shpëtimin, unë për vetin nuk e kam po si opcion, si djali i ri në atë ku. Në munges të njerive dhe në munges të edhe në aso që ne kishim para vetit rrethonat çfarë ndodhnin. Si duket të ma vënë e kuptova, nonën e kum pas kogje besimtare. Dhe një gjithherë më ka thonë pastaj gjatë burgut, veç që beson në Zot, nëse ka shkru Zoti, kështu ka me shku puna gjithherë. Po jo edhe në të ardhmen e pse shpëtum prej këtë akuzës dhe u denu me 13 vite. Njëherë isha denuar 10, pastaj në ngritën. Shkum në disa faza. Dy të parët, Rizova dhe Gjemili, shkum në edhe një fazë kushtetuse. Pastaj edhe vujtja e dënimit, pastaj ka qenë me peripeti edhe me rreziqe të jashtëzakonshme. Kishin që nuk dalshin me probleme shëndetësore mirë, kishte edhe asi që pësonin në përburgje, i kemi x raste, edhe unë me thonë drejtën deri vitin 90. Pas burgit ushtarak, që u denu, një mundësi deshta me potencu edhe në gjykime, nuk e kena pas një kapacitet. Para se me dalë, nuk e dhja ka qenë një javë, 5 dit, e mundësun për shkak presionit të, ma vënë e kuptum, presionit sloven, na i mundësun avokatët. Për ishte vënë gjithë shka. Në vizit më erdhë. Bajram Kelmendi ka qenë avokati jimi në proces, i qedi ka qenë shumë i zëshëm, dhe po ndodhi pastaj vjen keq për familjes për ata çfarë ndodhi me gjithë dy djemët. Tani, pse që tani në jetë është Kosovarja, vajza e Bajramit, e i dëshiroj jetë të lumtur, sepse nuk e kanë pas lehtë si familje. Vizita e parë që u bë, ishte prezent edhe një organ i sigurisë aty. Unë asgjë nuk e besonim që nuk shkon, pa e dëgju ata, pa e kuptu ata çfarë po thumin. Erdhe hynje mranda, e mboj mend, kishte pas një mantel, sigurisht jashtë kishte qenë shi. Tham ka dërgu familja jote për me të mbrojt. Thash nuk e di sa ke pas qasje, unë atë hallin tim. Nuk e di sa ke pas qasje në këtë akuzë, po është pak vështirë, thash. Nuk e di e vlerën me qenë pjesë. Nuk e beson që në atë moment e kisha brengën edhe në raport me thonë. Mu doke që edhe ato bëhet pjesë e ju e një akuzës edhe bëhet në rast Iran në raport me thonë. Kjo ka qenë mendimi, i thash. Ai nuk foli shumë. Unë tha do t'jem avokat yt. Kjo është e drejtë e ligjit. Nëse e ku mbajt mend, po e ku mbajt mend, fjalë nuk bënte, po me dy dorë bëni kështu. Kështu me dy dorë, nuk ja kuptova sensin e këtyn e dy dorëve. U përshëndeta, u ktheva në qili, unë ndjeva i letësum, mu dëk që çfarë do që ndodh mu, e kam një njëri për para, nuk kam më munguazhë, nuk ka qenë e liet. Edhe në raport me Bajramin, edhe më ka ardhur keq pastaj çfarë ka ndodhur me ta, po mos harro, nuk ka qenë e rastit çfarë ka ndodhur me ta. Ka qenë njëri proceseve, njëri pendurive çpak i krijimit disa raporteve, i tina i agonit e disa tjerëve, që ajo jo rastisht u bë kështu çfarë ndodhi me ta bashkë me dy djemë. Ndoshta kjo për me qenë avokatët prezencë në gjykim, ndoshta e ka bërë pak më të lehtë, me pas dënimet më të ulta, çfarë ndoshta i kam dëgjuar për dy të parët, për dy të parëve, po edhe për veti, për dënimi, çfarë kalumna për tortura, çfarë kalumna për hetime, dënimi nuk më ka duke i rënd.
për shkak se poshim fjali të rënda që ne nuk I kishim njohurit rreth atyre proceseve çfarë mund duhet të ardhmen. Avokati për mua ka qenë një lehtësim në të ardhmen në proces. Me thonë drejtën nuk ka qenë lehtë vujtja e dënimit. Deri vitet 90, unë 87 në rosh, 90 ka qenë sistemi komunist jo pluralist. Vitet 90 filloi mu liberalizus Jugoslavia, filloi ai pluralizmi e kështu me radhë. Kam qenë keq në aspektin ngarkesë edhe me shëndet jam kon këgjë I rënduar. Për që kesh I rënduar, për këtë sot I falenderoj shumë që gjeta një strukturë të burgosërve politik në burg dhe mendimin e tyre arritëm me kuptu që është fati ynë. Ajo që kur I takova ata, unë si djali I ri, fillova me ndryshu mendjen dhe tamam me mendu vetën që jam shqiptar edhe asgjë tjetër. Dhe janë momente kur unë fillova mu burmës për këtine djemve që kanë qenë të jashtëzakonshëm, me shumë, tash mos përmeni me emra, që në fund aty kam lënë edhe një kohë gjatë kam kaluar edhe me profesor Ukshin Hytin, I cili e din fatin e tij, që nuk është në mesin tënë. Thashë ndi vjetër me fat, pa kam qenë rënd vetë në aspektin shëndetësor po. Për këtë ja di falenderim shumë të madh edhe kryqit kush ndërkombëtar të Zhenevës që na vizitojnë ato, fillojnë më na vizitu, se përpara nuk kishin mundësi më na vizitu, sepse nuk kishin kësi komunikime shtetet komuniste. Këta e mendojshin veten ma demokratike, ma humane, s'ka kur gjatë keqe. Për këtë thamë, Perëndimi ka pas qasje humane me krejt njerëzit që janë për burgja, apo çfarë do që kanë duhet, ka pas një interesim, kanë pas logjik të asaj pse janë interesu në shtetet komuniste ku janë të burgosërit. Ardhi atyre më bëri më sjell disa barna, që ato unë kisha disa shërbime, po që ishin mi te kalu si situata, pa ata më bënën më sjell diçka më ndryshe dhe fillova me marr veten, andaj pse jam sot kështu, pse më dha mundësia të dal nga burgu dhe më dha mundësia të jam pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, e ushtrisë Kosovës e sot një organizatës, javdi për nder atyre, edhe pse jam brymës, javdi për nder të gjithë burgosëve politik, nga I duhet të si një Emin Krasniqi, Gadri Osmani, ka pas një numër shumë I madh, po shumë njerëz të fortë, fuqishëm, moral, për çështjen kombëtare. A janë njerëz të pathyeshëm. Unë nuk e kisha ndru momendin për asnjë moment të jam pjesë e Jugosllavisë në asnjë çast. U fillova me marr atë rrugtim edhe me mendu çdo herë veç për popullin shqiptar. Edhe kështu më shkoj. Unë jam shumë I kënaqur, është e dhimbshme për kohën që e kam kalu, por kam fat që isha asaj dhe dita më ju qas popullit tim edhe luftës teme, lirisë teme, lirimis tënë që ne sa të gëzojmë. Familja ka pësu shumë, I kam bërë shumë, po kështu e ka dashur fati. Të gjithë familja që I kom pas të ngusht, të llogarit mëtrat dhe ndort, kanë qenë në marrëdhënie pune në atë ku dikush po, kryesisht vllau pasi kom rënë në burg, ka qenë pjesë e politikës të asaj kohës, politikës pasore, po në një moment caktuar ka qenë pjesë e ndjekjes dhe është detyruar mu largu dhe tani unë në këtë periudhat e burgut që kanë qenë kanë vizite kom pas vetëm nënën dhe motrën e vogël, 2 motra bashkë me dhanur dhe familjen janë detyruar sepse kanë kalu keq në torturat e policisë, sidomos njërin nga IP-s, njëri e kom pas një dhëndër nga PJR Gjepnikçin, ka kalu jashtëzakonisht keq, janë detyruar mu largu për shkak edhe me majt familjen. Jeta e familjes ka qenë sot për nesër, sepse në popull flitet një antar I familjes në burg është e tërë familja në burg, apo nësi je në spital është e tërë familja në spital. Këto janë të thëna shumë reale dhe shumë të vërteta. Po ka pas edhe arsye që po ja kom dëgjuar ndërkohë sa që nuk I kuptoj, shonë shumë burg, nuk mi thonin sepse sigurisht kanë pas druja, s'kan dashur më abort atë breng, pa I kuptonim për këtë rasteve të tjera, po ka pas distancim shumë të madh, ka pas atyre që janë konë me gjysmë distancime si fsheftas, por realisht familja ka qenë kogje
e izoluar në aspektin për me komuniku me të tjerët, ndoshta ma vën të e kuptu rrethonat, besoj që ma ka pas komunikim të mirëfillt, po edhe distancim ka pas, që ka qenë e rëndë për familjen në këtë drejtim. Në burg, pas ushtarak, kaluva në ato civil. Nuk e mojto në kretë në ushtarak, kanë një periudhë 2 vite, më duket, se dhja kanë edhe 2 vite, kaluva. Në fillimit e burg, dhe të në dhejtën, thash ka qenë jo më mirë sa ato në ushtarak. Ka qenë sepse ne u kategorizum si terrorista, si kriminal më të mëdhajt pas luftës dytë botërore. Edhe kush do që na shikonte me atë sy. Nuk do shkeme e po onën se kush ishim ne fizikisht aty. Në fillimit, kur kemi shku unë, Shevqet Paqarizi dhe Pajazit Aliu. Kemi kalu jashtëzakonisht keq me torturat në fillet e saj, po e bënën që të burguesit tjerë me pas një interesim të burguesit politik, edhe ajo e bënën që ata mu tërheq pak, mos me orë deri të që ajo dhunë në qatë mos çfarë e përjetum. Në atë pranimin fillestar nga burgi ushtarak në ato civil. Jeta në burg pastaj kishte peripetit e veta. Çfarëdo që ndodhte në Kosovë reflektoi edhe te ne aty. Bëhe izolimi, bëhe burguese, burgin burg ka burgë, ati do farë qelia, kështu me radhë. Ata që kanë kalu për aty, besoj, din këtë situatë. Në 97-ën, une kom pas kuhen me dalë prej burgut. Erdhë një gardian, tha, ti liruhesh. Edhe une, se mura shumë, kërë një me gëzim. Ati ishte bashkëdinuar me Gjemili. Situata ishte rëndë sepse reflektoi këtë raste veç ushtria shterimtare të Kosovës kishte filluar me aktet e para që i merrte përsipër në 97-ën veç kishin ndodhur sulmet e para, ajo reflektoi shumë te ne, sidomos te rasti i Baraçin. Aty me mua ishte Abdul Gjemili, aty ishte profesori Jukshini, Huti, edhe mes të gëzimit dhe asaj që unë edhe kishte edhe hidhërim sa dush, shka bëj me shokët, ku po mbesi. Nevoja ishin të mëdhaja me qenë pranë njëri tjetrit, jo pse kishe mundësi, po kështu ishte ajo ndjenja që më ndodhi diçka të jemi afër. I lash ata në burg aty dhe unë dola një fjalë profesori Jukshini më tha. Debatonim her pas here dhe për situatë. Ai kishte qenë një ori për jo aksionet, po që ka organizim. Jo si ushtri shterimtarët Kosovës se ma vënë i kuptun këta terma, po që ka organizim dhe që ka ushtrimin në Shqipëri, a i ma tha atër. Me thonë drejtën unë edhe u gëzova shumë. Më doke që e mura një lajmë ma të mirin të më shumë. Thesha, unë i bësha pyte atje, a mund t'i shkatrujnë, a mund t'i pengujnë, a mund i mësë ma arrit qëllim. Mjaftën që disa grupe janë ushtruar në Shqipëri dhe kjo mot të mrapa nuk shkon. Aja kishte bindje shumë të fortë. Ishte shumë i zgjut, ishte jaftë. Tani unë nuk e kisha atëherë kapacitetin dhe as sot m'ia bëni vlerësim aty. Ai ka qenë njëri gjeni. Kemi pas raste për shkruajnë ato situata, shkruante. Edhe ne arritëm mi asiguru dhe quaj paus letër, paus papir, letër, të huellat. Dhe ne shkruante shumë. Atë njeri e kom pa që fillon me shkru dhe me mbaru dhe mos më kthy përzditi me shiku, pa me shkru drejt e mirë edhe me koncept. Nëse e keni mbajt mend, nëse e keni dëgju një komunikim që e ka pas me Ismail Kadarian, aje ka shkru në burg dhe ne bashkë me shokin Abdul Gjemailin e Tetovës, kemi arrit në fjalurin e gjuhës shqipe, me prej me zhilet dhe në kopertinën e saj, mi ashti letrat, me bon si shumë original, mi anëzer, ja kemi dhonë muetrës ti me dashurijës edhe nonës, ja ka afru muetrës Ukshinit në Prishtinë, Mërvetës, dhe aj ka komuniku me Ismail Kadarian në përmjet burgut, dhe këto për e thamë jo për lavdat, për ne kemi ndi vetën shumë krenore që kemi arrit prej burgit, me anëzirë këtë komunikim, qëtë formë, sepse nuk i lejuhi, nuk jam shumë i sigurt. Edhe tani unë në këtë proces i kam lënë në qëtë komunikim, e kam lënë ata, po me një moment saktum, atë shokun e ka bo një përpjekje, vazhdim me anëzirë këtë formë, ata e kanë ditë që kur nuk kanë orë me shprej ati me neve, si unë të di këtu, kanë dash me ditë, por nuk e kanë kuptu. Shka bënim na, e këthenim mbrapsht, kënë se si liber.
Ata e marshin, e shfletojshin, e këqyrshin, s'ka gjë. Edhe deri sa na e kryshin vizitën, ata e bëshin një kontroll atë së librit, e kthenim herën tjetër na i sjellin e kështu me radhë. Po kjo nuk ka ndodhur gjatë, do me thonë me 2-3 vizita, jo më shumë, të një herë në muaj që e kishim, sepse ishin kushtet të rëna, vizita na i bënte edhe me ushqim, na sjell nga pak se kushtet ishin të rëna, edhe të ushqimit. Por ne nuk e kërkonim këtë. Kur i kam lënë në aty, kum dal, ai ka vazhdu shëky. Po e kanë zënë, po e ka pësu kjeshtana, sigurisht në atë raste, sepse e kanë kuptu, pse se kanë ditë, si o t'ju dal, ajo të atë pidërës që ne ja kemi nxjerrë ato letra. Tani une s'kum pas rast me kuptu sa isha në burg, pas burgut, mu interesova. Te Ismail Gadareja e pash, sigurisht e ka njëft, po komunikimi, shkëmbimi aty në letrave ka qenë nivellit të lartë akademik. Nuk e besoj që Ismail Gadareja ja kishte kthy një përgjigje dhe kish komuniku nëse se kish pa atë shkrim, për atë çfarë kanë pas interesimin për me komuniku në ato letra, që unë sot nuk e di përmbajtjen saktë, por ishte çështja aktuale politike shqiptare, në përgjithësi konkretisht e Shqipërisë. Këtu dhe kum pa që ai ka përdorur edhe atë gjuhën e vet intelektuale, çfarë e njoh me Ismail Gadarejan në raport me Ismail Gadarejan, kum arrit me lexu, edhe për mua unë ndjena shumë krenar për që kum arrit mi afru qatë komunikim, sepse profesor Ukshinin, mo nuk e kemi në prezent, edhe qaja ka qenë mundësi e ardhë në atë kohë. Profesorin Ukshin Hytin në Nish ka ardhë, nëse së gaboj, në 1995 apo 96. Gati 2 vite kam qëndruar, deri në 97. Nëse ka qenë 96, unë kam i bjen gati se një vit, për atër i bjen 95, se gati 2 vite kemi qëndruar zbashku, përshka ka kalu kuat që 30 vite, për gati se 30 vite, dhe të në kuha për më humbë, për mendjes. Ajo që më ka bërë përshtypje, ka qenë shumë kategorik. Nuk ka shikur rrethona tjera, njohësi mirë i Jugoslavisë, sepse kishte kaluar në për shumë procese të vlerësimeve, të shërbimeve të Jugoslavisë nga Beogradi për shtetet Afrikës, e kom bajt mend për i thi, jo pse kam lexuar në histori, dhe vlerësimet e ty për me pas qasje Jugoslavia në atë kur, në ato shtetet e Afrikës, absolutisht kishin zonë vend vlerësimet e profesor Ukshin Hytit. Andaj u pake që qasja ti kur thonte që pas të 10-ës kam qenë shumë komgullës që pjesa intelektuale shqiptare me qenë më komgullës se s'kan shka na bëjnë, se kum gjithë thot këtë mbështetje. Prandaj, tha une, kisha ardhë prej Beogradit, mi ju të regu edhe mi ja kriju guximin, si cilit intelektual, që dalim në mbështetje të vlerave të popullit shqiptar, sepse shumë drejt tha e kuptojshta që pas sërbëve, edhe pse dhe ndoshta edhe jo sërbëve, po bashkë ata me vllëhet e me bosnjakët e kuet e kishin kriju një numër të banorëve me dominu në Jugoslavi. Profesor Ukshin Hyti në viteve të 10-ta ishte shumë i sigurt që shqiptarët dominojnë si banorë. Me qenë kategorik, ai ishte për shtresën intelektuale kishte qenë me qenë komgullës për mi arrit qëllimet tona të asoj kuhe të Republikës, apo që ndoshta ishte element shumë bazik të një shtetit në të ardhmen. Unë nuk e besoja shumë këtë punën e angazhimit të njerëzve që ishin në Shqipëri. Ma ka thonë me 2-3 herë që unë nuk isha qef me e morte e vetja, se nuk e disha unë, po kaloj në për situata të rënda edhe nuk e disha vetën, a mu i me qëndru, nuk ja kërkojsha. Po mua për një kohë gjatë nuk më zinte gjumi. Kretë në kokën time e kalkulojsha, a mujnë me pas suksese këto gjëna. Sepse dhe une të regova në momentin që fillova me vujt dënimin, nuk më intereson të Jugoslavia. Më intereson të gjdo element që ka të bëj me quni çështje kombëtare për para, me kapacitetin që e kisha. Andaj, filozofia e profesor Ukshin Hytit ishte disbalans me fuqinë time intelektuale me amorrën në atë kohë në burg. Edhe kuptoj një rast
kur deri në ora 10 ishe i obliguar më shku me fjetë. Sepse her pas here nuk ka qenë një njëjtë vujtja e dënimit. Her pas here kena punu. Her pas here nuk ishim pjesë e punës. Puna ishte mbranda burgut. Sepse reflekton të situata jashtë dhe ne na izolonishin. Kënë se dhe ju jeni qasuje kështu me radhë. Apo ne kërkonim edhe ne mbështetje ka pas të burgosit politik që kryonishin një dokument në mbështetje të minaturëve në atë kohë që i bëshin grevën e kështu me radhë, për e marrë si shembull. Njëtën gjë e bënte edhe Ukshinioti edhe në raport, ka njëherë kur ishim në raport në arte, drejtori i burgut më na vizitu. Nuk e ka pasaj kapacitetin mjë drejtu profesor Ukshiniotit, sepse me 2-3 fjalë a ja të regonte që unë kam komuniku me njerëzit në Beograd apo një filonin. Aje kuptonte që kjo është njëri i kapaciteteve të mëdhaja. Dhe të jemi sinqert, jo rastisht nuk e kemi në mesin tënë. Ja kanë njoft fuqien e ti intelektuale, ja kanë njoft aty edhe nëse sekond drejt për drejt në pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ja kanë njoft reflektimin e ty ato kategorike për me shku çështjet drejt një shtetit të lirë të Kosovës. Dhe pse ushtria çlirimtare nuk e ka njoft drejt për drejt, jam shumë të unë ka reflektu kjo shumë drejt. Teshta me dal prap të ajo pjesa kur ajmë një orë e gjysmë më mbajti një ligjërat shumë të lartë intelektuale që unë nuk e kisha atë kapacitet. Thash, apo më folë Baci Ukshin se nuk e kopa që citat. Kjo më interesoj mu, ako me që aty, ako më rotha ma pusht, edhe ka pas drejt. E ka shprej një diskutim me kuptu se burgi i ban ato efektet e veta, në munges të literaturës, në munges të informimit. Kështu ishte ajo kapacitetit ju. Unë e vlerësoj, ta në dhe pikondit sodit që kom avancu në jetën time, ka qenë njëri që ka reflektu kudo me pas qenë buhet, po edhe pi burgut, aktiviteti kombëtar në çdo aktivitet edhe të luftës ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kur dola më priti fshati, ka qenë një madhështi atëherë, thuajse ndoshta edhe më larg se fshati në shkollë, në zënësit. Ishte një ndjenjë e gëzimit e imja për ato momente, po një mase madhe ishte për ato që im panë, si më këshin pa për 10 vite, ishte shqetësuese edhe në 90% poshtë lëtë. Në mes të asoj ndjenjes gëzimit edhe asoj që unë e vish kisha dalë, për ta isha i trishtuar në aspektin fizik. Fillun një masa më ardhme më vizitu. Ishte kështu, për shkak si rast, ka qenë kogje i rëndë në atë kohë, edhe ishte edhe i madhi Demoqi. Pastaj kishte edhe njerëz të shtresave jashtë ndërkombëtare, Janush Bugojskin e pata në vizit, deshke më interesu për situatën edhe shpjeguam drejt. Ai edhe mur një mesazh për situatën, edhe çfarë ka ndodhur, edhe deshke me kuptu. Sigurisht ka pa në aspektin zyrtar, por nuk e kishte pa shumë, edhe onën e mrenshme çfarë ato ne kishim njohuri. Po policia vazhdoi mu marrë me mu edhe pas i dola. Shkova pas pritjes, nuk ndale i mosa. Ishte kështu, solidarizimi me njerëzit që me ndonin kanë vujt, edhe ishte pjesë e popullit, dhe kështu kishin vizitat shumëta. Më arrestuan edhe më dërgu në burgun e stacioni policior i Shtërpsës. Nuk ishte e lidh. Ishte ona psiqike ma shumë. A beson që më pyetën edhe për Ukshin, profesorin Ukshinin. Apo ne e qunim Baci Ukshin, kishte mush diferencë më neve. Pyetje shumë edhe këti. O situata që për opinionin nuk është shumë që e beson, po kom përdorur një formë për me ikpja të rastit, edhe kom komuniku, kom arrit me komuniku me një Ilmi Ramadanin, sepse para se me shku në kohën e studimeve, para se me shku në luftë, mora pjesë në 3 protesta të mëdhaja të studentëve në atë kohë. Dhe
pyetja ishte edhe për protestat në stacionin policor, por më shumë interesante ndikimi im edhe çështja a kam, sepse ishte dalë në sipërfaqe puna e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, nuk e më kujtohet si emër, po si organizim e si aksion e di se ka ndodhur. Tash të Ilmio më veç kanë ndroi jetë, kur i kom tregu se kështu e ka interesimin policia në këndë, ti dy gjona i ki. Ja shkon jashtë, ja dush mu radhit në Ushtrinë Lirimtare të Kosovës. Kur kom shku jam kyç në Drenicë, për fillim, veç pak, jo shumë aty, tani kom kalu në zonë operative të Nërodimës, e kom kuptu që ai njeri ka qenë i fort, Ilmio, isha me Emin Krasniqi në kontakt ma shumë me ata që i kishmi bashkëvujt, shumë tjerë, ai ma dha drejtimin. Unë në mendjen tim i thash jo jashtë, unë e thash për kaq vite e ku menu çat ditë. Edhe pse gatishmëria fizike nuk ishte shumë e madhe, po e ngjesha armën edhe shkova. Ju bashkangjita Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, edhe me fjalë të Ilmio që më ndihmoi, edhe kisha në mend Ilmion, që Ilmir Ramadani që ma tha dy gjona e kish pas drejt. Atje unë e kum di vjetën frymërin e gjithçka më. Isha i lirë, nuk kishte rëndësi, nuk e asnjë nga Ushtria Lirimtare e Kosovës, ata që ishin në Ushtrinë Lirimtare të Kosovës nuk e kena prit që po kalojmë kështu, me thonë drejtën. Sigurisht që kena dëshmuar ka vujtë e gjithçka, po kena menduar më shumë rreziqe. Në ndërkohë, mos të harrojmë, kam qenë edhe kryetari i Këshillit të Drejtave të Njerëzit për shtërps, bëshim komunikime. Ishte një vend ku interesoheshin, merrnim komunikimet, i merrnim informatat të Këshillit të Drejtave të Njerëzit, sepse aty ishte një vend kur e kuptonin çfarë po ndodhet na për Kosovë, çka po ndodhet me shokët tanë. Disa takimi kena mbajt në Prishtinë, her pas here, nuk jam i sigurt, në 2 javë në Prishtinë për Këshillin e Drejtave të Njerëzit ju udhëheshte Pajazit Nushi, her pas here i modhi Baci Adem. Edhe kemi qenë me një takim në mëngjesin, datën ditën nuk e mbaj mend, vjen keq, kur e morëm lajmin, isha në Këshill të Drejtave të Njerëzit kur e morëm lajmin e sulmit të jashareve. Detyrë e pa të marr Shaban Shala, unë edhe dikush tjetër. Ne kena shku drejt me e marrë veç si informat. Kjo moj takimet moj sa afër shtëpisë Bajram Kelmendit, apo mos është edhe me dresja, që atyja kështu quhej vendi, ku moj takimet për Këshillin e Drejtave të Njerëzit në nivel qendror, kështu. Jemi nisë rrugës, nuk jam i sigurt se s'kum pas arritur me njoft territorin e Kosovës, sepse sa kisha në i ri, shkova edhe ushtare burge kështu me radhë, rrugës për me shku atje, na ka ndalë policia, i shkom blloku të na unë edhe jam kthy prap, i ndjeri Shaban Shala me na ekip ka arrit me shku, nuk e di kur ka shku edhe si ka shku, pa informacionit i ka marrë, i ka përcjell edhe na i kemi dëgju çfarë ka ndodhur. Kjo ka ndodhur më herët sepse unë që ndodhen këto rastet e mia për me qenë pjesë, po veç deshta me potencu që isha edhe pjesë e Këshillit të Drejtave të Njerëzit, edhe mu mundsu shumë me marrë informata. Në Feriza ishte, unë isha për shtë, në Feriza ishte Ilmio, Recep Beslimi e disa tjerë që sot janë dëshmuar kështu me radhë. Ne bartim informacione për nivelet komunale të nivelit qendror. Mojshim takime, por realisht ka qenë një vend, përveç që ka qenë Këshilli i Drejtave të Njerëzit, ka qenë që ne dhe informueshmi sakt, sepse nuk ka qenë një mundësia informimi si sot, kështu që është sot. Atëherë u deshke me orë pi terreneve njerëzit për me e kuptu, apo një lajm në gazet, lajmi në gazet ka qenë kogje me probleme dhe me rreziqe, sepse atëherë Jugoslavia ta ndalon të ta pengonte kështu me radhë. Atjerë, kur jam shku në luftë, kom pas edhe bashkëpunëtor. Unë kur kom ikë për luftë, më kanë zonë bashkëpunëtorin tim. E kanë torturu keq, që tana unë, kur kom shku me kërku ndihmë për më na ndihmu për Ushtrinë Lirimtare të Kosovës, kur e kom pa, është Izahiri, një profesor i historisë, që sot është një profesor i mirë, i devotshëm, atje. I kom thirrë më në ndihmu, kër e kom pa çfarë gjendje kishte qenë, ai në atë hallin vet i shqupi i shtratit, më ardh, më kthyn ai përgjigje, i kom thonë ktheu, kujdesu për veten se kishim pas torturu keq. Si rezultat që s'u kanë zënë mua, e kanë zonë ato tani, ka psu keq. Ja kanë zonë edhe disa informata që ne i mbledhshmi për më ardh deri te qendra këtu në Prishtinë. Unë kam qenë i gatshëm për me qenë pjesë e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Kam qenë në zonën operative të Nërodimës, 3 herë kam qenë për armatim në Shqipëri, me vullnet madh dhe nuk e harroj asnjëherë atë sakrificë, edhe
Faleminderit prej Zotit që më ka dhënë këtë mundësi me qenë shërbim të lirisë edhe me kap një armë për lirinë e Kosovës. Kur isha në Drenicë një periudhë shkurtër, kam qenë edhe mboj mend rrështimin kur na i ka bën. Ne ishim kryesisht musheri. Rrështimin që ne ka bëj La Skuadra e mboj mend. Po du me bën një krahasim të njerëzve që sot janë përgjegjës të shtetit dhe pushteteve që i mbojnë në krahasim me fjalët e tij. Ai në shikim të parë duke një njeri i thjesht, po e kish brymues oda, tradita e kudo që ka qenë. Djema kujdes në veprimet dhe në luftën e juaj, sepse lufta do zgjat shumë. Ne jena të dashur luftë çlirimtare. Dhe veprimet tona duhet me qenë të kujdesshme që pasardhësit tonë kur të luftojnë me pas drejt me luftu. Andaj unë gjithë kam në mendje ja tham gjithkohë njerëzve sot që duhet me qenë të përkushtuar. Çdo veprim që e bëjmë sot në jetën e përditshme duhet me kuptu për pasardhësit tonë. Veprimi ynë me qenë i matshëm, i mirë e sidomos në koordinim me faktorin ndërkombëtar, sepse bashkë me ta kemi arrit krejta këto qëllimin. Shumë shkurt, për shkak betejave dhe luftës që bë, komandant ka thonë ka qenë Femil Ladrovci, po unë s'kam qenë te Femio, nuk e kum po edhe se kum njëft. Ndërkohë me shok kemi kalu në zonën operative të Nerodymës. Dhe në gusht 98 unë kum kalu atje. Atje kam qenë një ushtar. Atje zona operative në Nerodymës e njërën nga betejat më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Atje unë e takova, kur kum shku se nuk pata mundësi pse isha në burg, kam qenë me Gurseli në burg. Kam qenë me Bajramin nuk kam qenë, po si të burguesër po. Kam qenë me Shukri Bujën. Nga burgu, unë shkova në pozicionet të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, atje takova këta njerëz që unë veç kisha qenë në vujtjet dhe dënimet. Ka qenë një ndjenjë jashtëzakonshme, ka qenë një motiv i jashtëzakonshëm. Po Gurseli, bashkë me vllaun Bajramin, me bashkë tjetrin vujtës Sedi unë edhe i Burgjeve, Çamil Xhemali, familjes Xhemalve, edhe aty. Ata Bajrami, Gurseli dhe Sedi në ranë dëshmuar në atë betejë, në ranë dhe nga Kaçaniku, Nazim Terziu, Bashkim Vishi, Kemal Etiemi, Arsim Zeqiri, e kështu me radhë, patëm një betejë. Beteja e madhe, njëra nga betejat e fundit asoj kuet të natë të thitës, që i kalkulohi që jemi ne, po her pas here, ne pas çdo beteje, dhe para betejes, para se me qenë beteja e Jazecit, ishim shku për armatim. Armatimi nuk ka qenë i lehtë mu marë. Tani unë kam qenë pjesë e ushtrisë. Sfide e madhe është puna e logjistikës. Gjysma e ushtrisë është ajo që del vit frontit, po gjysma e ushtrisë është edhe logjistika. Pa logjistikë nuk mundën të funksionojë. Kam qenë pjesë e shpjegimeve në Kroaci, kur kam qenë në shkollimet ushtarake atje për oficer për nivelet më të larta. Kanë jo detyru, po disi kishin interesim me e kuptu. Nuk kishin mundësi me e kuptu funksionimin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të formës së betejave, të asoj her statike, her të pozicionimit, her të luftës gorile edhe furnizimit që e bënim, po mos harrojë, ish vështirë me i thonë që trasimi kësaj rrugës sigurisht ishte një kushtrim i familjes së Jasharit, më shumë, po edhe të njerëzve që kishin në të kaluarën e kishin trasu këtë rrugë për me ardhur te kjo luftë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tani unë gjithëherë ku ju tham njerëzve, merr një shembull 18-19 vjeçar na kanë rënë dëshmuar. Përbes, nëse si kujtojmë, këta njerëz që na kanë rënë dëshmuar në çet muesh, me çfarë gjakut njohim, sa kanë hedhur shtat në jetën e vet, është e dhëmshme nëse si kujtojmë që ata. E ardhmja jonë nuk është e ndritur nëse si kujtojmë krejt këta dëshmuar. Të gjithë, po sidomos ata të rinjt. Sfida e madhe ka qenë për armatim, përveç që ne kishim një motiv me pru armë dhe municion. Ata kanë qenë të rënda me shpinë. Herë bëjmë me kuaj edhe me kafsh ma shumë, që dështonim her pas here edhe me ta, sepse vendi ishte me shumë rreziqe, ne e dim, tani na vjen dhjetori që na ka ra mujt Krasniqi me bashkë luftëtar, kemi shumë dëshmuar në atë kohë. Gjithherë ka qenë me kësi rreziqe, pa her pas here më mirë, her pas here më lehtë.
Unë e mboj mend të verën e 98-s, nuk e qojsha punën e armëve dhe prellave që i kisha në shtëpinë dhe armatime se ishte ngarkesë e madhe, po me ujë kishim një problem se nuk ishte ujë. Pa askush nuk pyeste për buke për ujë. Se edhe atje nuk i kishim i kushtet sa dush në Shqipëri atje për me i morë në mundësit për sa ma shpejt edhe një mundësi që në dhonë këtë dikush një informacion se mundis këndej. Pas kësajna kemi pas betej, pas beteje, mas beteje se Jezercit, kam shku prapë për armatim, jemi këthy, bashkë me mu ka qenë dhe komandanti Qamili Ilazi që sot e kemi dëshmur, me një grupë caktur kemi himranda. Unë pas beteje se Jezercit kam këthy në organizim atyje me Eset Malsijun, me Feriz Gurin, me Ahmet Krasniqin, aktorin. Ka njëherë për mu kujtu Ahmet Krasniqin se kodje pas luftës në kanë pasa etiketu si pa intelektuale, pa shkolla në gëndej, o kemi pas doktore, po kemi pas, po flasë edhe për doktorët klasik, kanë dhonë mund të madhë në përbeteja të luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës, po kemi pas edhe aktur, që për mu kujtu e Ahmet Krasniqi, kemi pas një aktur i Kaçanikut është, kemi pas një inxhinier Feriz Gurin, dëshmër, kemi pas kështu me radhë. Pas kësaj kam shku për armatim, pas jam këthim Kaçanik, jam këthy në Jezercit në janar, në fund të dhjetorit dhe në janar kam qenë komandanti një njësies në Mollopolc në të ofër mes Jezercit dhe Reçokut. Pastaj ka qenë situatë luftë dham për dham në kuën e bombardimeve. Pavarësisht asaj që kemi qenë me mungesa të mëdha të municionit edhe të ushqimit, si mi ndalë ditëm ditë dhe pozicion pas pozicionit në mbrojtjes, sepse popullata sa vërshej dika u largu, sa u vërshej dhe ikin nga ne dhe në marshmi detyra për mbrojtjen e tyre. Pas burgut, thash isha pjesë e disa protestave, kështu edhe disa prap peripetive në ballafaqu me organet e sigurisë serbe në atku. Jo rastisht e përmenda Ilmiun, tani të ndjerë. Se kuptova shumë që aq let e marru në kur t'jam pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ka qenë një ndjenjë e jashtëzakonshme. Kopja armës pe lidhje dhe me këto, kur e formu ushtria e Kosovës, ka qenë një citat i liderit AK-s Ramush Haradinaj, që 2000 vjetë për herë të parë rrështuemi drejt e mirë, ka pas drejt. Për herë të parë unë e kopi një armë, edhe krahas një ambleme që i mbroj, ka pas peripetit të ndryshme të ballit kombëtare në periudha caktuar në disa raste që e njohim me historinë, s'kem nevojë dikuj mi tregu, po kur nën amblemën e ushtrisë lirimtare të Kosovës nuk ka qenë, andej ka qenë ndjen i gatshëm asnjë minutë me luftu derisa kam jetë edhe pa frikë në rreziqet që i kisha para vitit. I gatshëm për të gjitha betejat dhe ballafaqimet që i kisha me Serbinë përpara. Po kemi nevojë mu trasu rruga në vazhdimsi, mu njoft kjo vlerë shumë në shoqërinë tonë e ushtrisë lirimtare të Kosovës edhe të gjitha ata që kanë kontribu, sepse ka njëherë unë e kom potencu edhe në raste tjera, pak është edhe dhëmshme, mu lëviz dy shtatërët në Gjilan, Recep Moles e në Berishës, pse është privatizua jenë. E dhëmshme është e nonës Fon, një simbolik e viktimizimit për shkak humbjes së fëmijëve, mja heq simbolin ati ku ka dhonë jetë aty. Kemi në Ferizaj në rastin ku një dëshmur në ka rënë dhe familja o dashtë me pagu parcelën me rujt monumentin. Këto gjëra nuk duhet më në ndodh. Unë kërkoj se në të kaluarën ka pas shumë reagime për shoqërisë. Unë reagimin pres në çdo herë, në çdo fazë, kur e shohim që nuk jemi mirë, pavarësisht partive politike, kush e udhëheq në cilën fazë. Studentët janë të na mungun këtë kohë. Studentët janë ata që e trasun rrugën viteve 60-68. Studentët janë ata që të allëthënishën, kanë fillu mos me lëviz drejtimin e çështjes kombëtare, viteve të 90-ta, asaj që unë veç i kesh prezent viteve të 97-ta në mbrojtje të ushtrisë lirimtare të Kosovës, po është për habi edhe
Akademia e Shkencave Intelektualve, që ka njëherë nuk pa del me në dhonë një opinion të asaj ku jemi dhe si duhet, sepse po raste populli po më duket që po manipuluam. Nuk po bëj përjashtime për jaskujt, po prej të gjithëve kështu. Jam të po edhe kështu, une për vjeti e përjetoj, jo pse veç kam qenë në burg. Burguesja intelektualve, udhëheqësve tonë të ushtërisë qërimtare të Kosovës. Mëre na shumë të vetëdijshëm, na kanë dënuar Uleksi, unë Miko, në shumë faza, jemi për drejtësi, shumë dakord. Erdhe edhe një moment kur Këshilli i Evropës me një raport dikmartit e nxjerri një raport dhe në trysnia ke edhe faktorin ndërkombëtar që këta një djemt mu përgjigj dikush për këtë punë. Ishte një shtëpi e verdhë dhe ishte një raport trillues i rënd që këta sigurisht secili edhe unë isha dashur mu ballafaqu me drejtësinë, më tregu që ushtria shërimtare e Kosovës nuk i ban këto akte. Por në proces të kësajna mendoj që burguesi aty unë e them që Kosova është e plaguese rënd. Kjo plaguesje, ky shërim nuk bëhet lehtë pa ndihmën e shtetit Kosovës që ata kanë dhënë shumë për këtë punë, për këtë liri. Ne jemi të gatshëm mu përgjigj, janë gatshëm mu përgjigj edhe ata. Por nuk jenë të gatshëm mu përgjigj çfarëdo që po ndodh, çfarëdo që ka ndodhur individuale këtu, secila ka do drejtsinë e vet. Por një raport i dikmartit nuk ka bë për ata nivelet tulta që dikuj ka humbë në diçka që o bë banale, kjo puna një lopës apo diçka këto veprime. Sigurisht secila do ndrejsi. Po nuk është kjo, unë po du me ndo një shembull se kam qenë pjesë e shkollimit ushtarak në Kroaci dhe Zagreb, arrita shumë mësime me i pas edhe atje. Gotovina është një personazh i lirisë Kroacisë dhe ka qenë i burguesur për faktorë, edhe ajo për i drejtësisë ndërkombëtare. Ka arrit medalë. Edhe ai i akuzuar, po flasin për një shtet kroat që e ka pas shtetin e vet në kontroll 100%. Ka qenë më i konsoliduar në aspektin e luftës, në manën kontroll. Ka arrit ai djalë medalë për i burgit të gjykatës UNMIK-ut. Kombet Bashkuar ka qenë se ne kanë dëshmu që ai ka pas përgjegjësi për veprimet individuale që kanë ndodhur në shtetin kroat. Kurse ne po dojnë këta lider tonë me i qup, me i kap, me i denu për veprimet individuale, që thash dhe njerët që duhet drejtësi, për nuk mund me qenë këta. Drejtësin për ata që ka bo dikush, kudo që ka qenë. As njerë s'kemi thonë për ata mbartin në vete, mës të harrojnë një gjomë të madhe. Jemi shumë obligativ me i dregu edhe njëherë opinionit të mrenshëm që shkum disa shqiptar, dëshmum kundër tyre dhe u dasht pas 25 vite, 26 vite më na ardh njerëzit më të mëdhej ta kësaj kohe, njerëzit që na ndihmuan mu shliru, po flas për amerikanët, Clark Hill e tjetri, na ndihmuan mu shliru, na ndihmuan me formu shtetin e Kosovës, na ndihmuan me formu ushtrinë e Kosovës, edhe mas 25-6 vite me ardh, me thonë ju i nikon ushtri e drejt, shlirimtare dhe Clarku thot akuza nuk qëndron. Shqiptar kërkoj, vidisuhi, mos e shtrëmbani historien, mos pritni që gjithmonë të tjerët më na thonë ju e meritoni. Dhe ne vim në pikpyetje e meritojmë këtë shtet me kaq humbje, me këto dëshmuar invalid, me kaq njerëz të sakrificës në të kaluarën.